Ditje, si të përgatisim kekun italian. Na për këtë kek italian, mas pari shkojna me 2 vezë. I thejna vezët. Masit i thejna vezët, ja qesëm sheqerin. Këtu një gotë e gjysë sheqer është. Edhe i rrohu me terë kërgjënë. Qesëm margarinën, ose gjallë që shdoni, 120 gram. Po ashtu vajnë. Edhe ja fillojna me mielin. Qesëm moja buke. Shkojmë të qitë mila pet. Qesëm krep. Krepe kena qitë tahmin e një lugë të mesme. Edhe shkojmë me qumshtin e vakit. Dhe me thonë, qumsht sa ta durogishti, sepse kjo kek me moja buke. Edhe gjithmonë shkojmë duke i shtu miell derisa trashet. Na shkum qashtu të shëpat, edhe e gajnë dy fishu. Na përgjësore. 30 minuta, na e marrim brunën edhe e qesëm këtu e të hullojna. Sëm 100 gram rosht të tirën. $100 gram orra. Orra të cëftura. Edhe 100 gram bonbon xhele. Këtu jënë bonbon xhele pa ngjyrë.
shkojna duke në formë të rrullës shtu. Edhe normal se mund mu heka një prej frutave dhe shkojmë tash kështu. Kemi marrë të pësin, e kina luj pak me margarinë ose gjallë pjo që shdo një qune. Edhe shkojna kështu. Normal se kjo është kek italian. Edhe drejt mi thonë na këtë të përbesh që në qitë në këtë recet përveç margarinës na qështu i kena gatu edhe kiflet ma heret. është fjalla ma heret për flas, jo që tash se tash ka dhe receta plot tjera. Tash e lojna apet shtu për një 30 minuta, dhe të rrinë shtu edhe dhe mas 30 minuta ta në shkujna edhe e pjekum në temperaturë 180 gradë. E lojna shtu për një 30 minuta. Kjo është keku italian. Mas 30 minuta që lam e qojmë për pjekje. Kekin e kina pjek në herë ka qenë fura në zejt në 250 gradë, kur e kom qitë 180 për 35-40 minuta, ja kom qitë një të pësi me ujë për funi, edhe e kem provu që shtu, ashtë i pjekur për shemën, edhe tash e hekum. Kjo është keku italian, edhe shkojmë duke e prej. Peshini sa i mirë ka dalë, tepër i mirë, dishka shumë i mirë. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe.